Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet të Meshës së Shenjtë në të kremtën e lajmërimit të Zotit. Leximin e parë lexon Arta Jashari, Psalmin Erlinda Ukaj, leximin e dytë Daniel Uka. Ndërsa Ungjillin dhe komentin e Ungjillit nga Don Marian Uka. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Isais profet. Përsëri Zoti ju drejtua Akazit e i tha: kërkoje prej Zotit hyjtë tënd një shenjë të mrekullueshme për ty, qoftë në thellësinë e nën tokës, qoftë në lartësinë në qiell. Akazi u përgjigj: jo, s'do të kërkoj as s'do ta vë Zotin në provë. Atëherë Isaia i tha: dëgjo pra, shtëpia e Davidit, a thua pak ju duket t'ua mërzitni njerëzve e tani doni ta mërzitni edhe hyjin tim? Prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë të mrekullueshme. Ja, virgjëra do të ngjizë e do të lindë një djalë, e për emër do ta quaj Emanuel. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd. Flie dhurata ti nuk do, vetëm zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon. Atëherë thash: ja, po vi unë. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd. Në librin e ligjit shkruan për mua: të kryej vullnetin tënd, hyjim dëshiroj. Ligji yt është në thellësinë e zemrës time. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd. Drejtësinë tënde e shpalla në kuvendin e dheut. Shi, nuk i mbaj të mbyllur abuzët. O Zot, ti e di. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd. Nuk e shfsheha drejtësinë tënde në zemrën time. Do ta kumtoj të vërtetën tënde dhe shpëtimin tënd. Kurse mohova mirësinë tënde, e të vërtetën tënde në kuvendin e dheut. Ja, po vi o Zot për të kryer vullnetin tënd. Lexim prej letrës drejtuar Ebrenjve. Vëllezër, është e pamundshme që gjaku i mëzetërve dhe i cjepëve t'i shlojë mëkatet. Për këtë arsye, Krishti duke hyrë në botë thotë: fli kushte ti nuk deshe, por ma bëre gati trupin. Holokausti dhe flit për mëkatet nuk të pëlqyen. Atëherë thash: ja, po vi, sepse për mua shkruan në rrotullin e librit, për ta kryer hyj vullnetin tënd. Pasi tha më lart: flit kushtet holokaustit dhe flit për mëkate nuk të pëlqyen dhe nuk i deshe, e pra flit për fli të urdhëruara prej ligjit, thot pastaj: ja, po vi për të kryer vullnetin tënd. Kështu shfuqizon kultin e parë për të vendosur të dytin. Në fuqi të këtij vullneti jemi shenjtëruar me anë të flimit të trupit të Jezu Krishtit, një herë e përgjithmonë. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Lavdi ty o Krisht, mbreti lavdisë sa mshuar. Lavdi ty o Krisht, mbreti lavdisë sa mshuar. E fjala u bën njeri e banoi ndër ne. Ne e pam lavdinë e tij. Lavdi ty o Krisht, mbreti lavdisë sa mshuar. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në të 6 muaj hyi u dërgoi engjëlli Gabriel në një qytet të Galilesë, që quhet Nazaret, të një virgjër që ishte fejuar me një njeri, që quhej Jozef, prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjëlli hyri tek ajo dhe tha: të falemi, o hirplote, Zoti me ty. Kjo fjalë e shqetësoi Marin dhe zuri të mendoi ç'do të thotë kjo përshëndetje. Por engjëlli tha: mos ke frikë, o Mari, sepse ke gjetur hir para hyut. Ja do të mbetesh shtatzan
e do të nxjerrësh në dritë një djalë, e ngjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do të quhet biri i hyut te i të lartë. Zoti i hyj do të jep fronin e Davidit, atit e tij. Ai do të mbretërojë përgjithmonë në shtëpinë e Jakobit, dhe mbretëria e tij do të ketë mbarim. Atëherë Maria i tha engjëllit: "Si do të mund të ndodhë kjo, ndërsa unë jam e virgjër?" Engjëlli ju përgjigj: "Shpirti i Shenjtë do të zbresë në ty, e fuqia e hyut të i të lartë do të mbulojë me hijen e vet. Prandaj ky fëmijë do të jetë i shenjtë, biri i hyut. Dhe ja, Elizabeta, kushërira jote, edhe ajo në pleqërinë e saj pret të lindë djalë. Ajo që mbahet mbronjë është në të 6 muaj. Vërtet s'ka gjë të pamundshme për hyun." Atëherë Maria tha: "Unë jam shërbëtoria e Zotit, më ndodh siç the ti." Atëherë engjëlli u largua prej pranisë së saj. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvdue Jezu Krishti. Ja pra sot jemi në festën e lajmërimit të Zotit, ku Zoti dërgon në tokë engjëllin për t'ia sjellë një lajm Virgjës Mari, një vajzë që ishte e fejuar, që përmes këtij lajmi edhe neve, se Zoti do bëhet njeri dhe do vi për më shpëtu njeriun nga mëkati dhe nga e keqja. Ungjilli që sot dëgjojmë është jashtëzakonisht i mirë dhe fton çdo njanin prej nesh që të dalë në rolin e Virgjës Mari, ku Zoti përmes engjëllit e sot përmes kishës na flet edhe ne, na fton edhe ne që të mos kemi frikë, por të gëzohemi, të jemi të lumtur, sepse Zoti është duke u mishëru. Zoti është duke ardhur në praninë apo në mesin tonë. Lajmërimi i engjëllit të këzoja e bekume është një ftesë ku engjëlli e fton në Marin që të jetë e lumtur. Gëzo o hirë plote, Zoti është me ty. Këtë fjalë na kujton disa rreshta të beslidhjes së vjetër. E kemi Joelin 2:21, ku thot: "Mos ki frikë o tokë, por gëzohu dhe ngushëllohu, sepse Zoti ka bërë gjëra të mëdha." E kemi Zakarin 9:9. Gëzohu shumë o bia e Sionit, gëzohu o bia e Jeruzalemit, ja mbreti yt po vjen tek ti. Dhe kemi Sofenin 3:14-15. Këndo me Zë të lartë o bia e Sionit, lësho brit magazimi o Izrael, mbreti i Izraelit, Zoti është në barkun tënd. Pra, gëzimi është fjala e parë e engjëllit Gabriel
që ju drejtohet zojës bekume, apo Vjezhërës Marie. Mund të themi që është edhe një urdhër ku engjëlli e fton Marin të jetë lumtur, të jetë gëzueshme, pavarësisht vështirësive dhe sfidave që Maria do t'i ketë, apo pasojat që ajo do t'i ketë. Feja apo besimi para së gjithash është një ftesë e gëzimit, në gëzim, e motivuar nga prania e Zotit. Pse mu gëzu? Sepse Zoti është me ty. Pse të gëzohemi? Sepse Zoti është pranë nesh, është në ne. Reagimi i parë i Marisë është një agim i shqetësuar, por është edhe reflektues. Ajo ishte shumë e shqetësuar dhe mendonte se çfarë përshëndetje është kjo. E kemi në rreshtin 29. Ajo mbetet të shqetësuar, por nuk e lejon veten të paralizohet nga shqetësimi. Ajo e vën në pikpyetje veten për ta kuptuar. Sot përsëri engjëlli përsërit të njëjtat fjalë edhe për ne. Edhe neve na thot Zoti përmes kishës: mos keni frikë. Zoti do të vijë dhe do ta mbush jetën tonë me jetën e tij. Udhimi i Zotit drejt njerëzimit e vë në lëvizje historinë e Marisë dhe historinë tonë. Të besosh do të thotë ta pranosh fjalën e Zotit, e cila hyn dhe vepron në jetën tonë. Ai na kërkon guximin e përvojtërisë së Marisë, e cila di të pyes veten, të pyes dhe në fund të besoj. Andej, Zoti na thret gjithashtu edhe ne të jemi sikur së Maria, të jemi mjet shpëtimi, të bëhem një tempull i pranisë së Zotit. Dhurata e marrë duhet të vazhdoj të jetë një dhuratë edhe për të tjerët. Si kish, ne jemi të thirrur të vazhdojmë ta lindim Jezusin në jetën e çdo personit, apo ta dërgojmë Jezusin në jetën e çdo personit. Pasi të kemi dëgjuar dhe përfshirë atë fjalë që Zoti na ka drejtu, pasi e kemi studitur mirë në jetën tonë, atëherit edhe ne duhet t'i themi Zotit apo fjalës së tij: ja ku jam, duke sjellë në botë gëzimin e vërtet që mposht të gjitha frikat. E kush është ky gëzim, se jo prania e Zotit në jetën e çdo njanit prej nesh? Maria, në lajmërimin që engjëlli ja sjell, ajo nuk hesht. Ajo pyet me një zemër të sinqert, duke kërkuar dritë dhe mirë kuptim. Pastaj me fe të plot, ajo ja shqiptoi engjëllit pojën e saj, duke ju dorëzuar tërësisht vullnetit të Zotit. Maria nuk shpreh fenë e dorëzuar ose bindje të imponuar dhe shtypse, por ajo shpreh pojën e saj të dëshiruar. Ajo e bëri një zgjedhje të lumtur.
ajo mishron imazhin e nxënësit që thon në përjetë dhe ka mundësinë t'i përgjigjet Zotit me gëzim, por pa një rrugë të shpejtë. Atë Samaria kalon nga një punë në pasurinë e një lindje në Betlem. Pastaj ajo arriti të mos kuptonte se çfarë po bënte i biri i saj. Aq sa ju desh ta mbante ngjarje të caktuara në zemrën për t'i dalluar ato. Mbi të gjitha, Maria kaloi nëpër kalvar, deri të këdhoma e rrëshajve. Ajo që e udhëheqi Marin ishte bashkimi me Zotin. Dëshira e Zotit u bë dëshirë e Maris, dhe kështu ajo u shoqërua nga shpirti dhe në ngjarjet më të dhimbshme. Maria paraqitet në Ungjil si një paradoks magjeps, një grua përvujtur, e varfër, e zakonshme, por më larta se të gjitha krijesat, atësa Zoti u mishrua në të. Madhështia Maris është dukshme, jo atë shumë në heroizmin e saj, se sa në këmbguljen e saj për të mos ikur nga njerëzimi i saj. Maria si nxënës na tregon modelin e ndjekjes së Krishtit, për të cilën ajo nuk ishte vetëm nën, por mbi të gjitha ishte një nxënëse. Dhe për të qenë nxënës, edhe ne duhet të dëshirojmë gjërat e Zotit, si Maria, të gëzohemi, të lundrojmë në kontradiktat e ekzistencës, dhe gjithashtu të kemi hirin e heshtjes se atyre që lutën dhe dallojnë, duke pyetur vetër: çfarë dua të bëj? Andej, vëllezër dhe motra, dashur dëgjues të Radio Maris, edhe neve, se Zoti përmes kishës na sjell fjalën e tij, na sjell personin e tij, na fton që të mos kemi frikë, por të gëzohemi, për ta pranuar Zotin, sepse Zoti është me ne. Lusimi ndërmjetësinë e Zojës bekume, që dhe ne me fenë e saj t'ja dorëzojmë jetën tonë në Zotit, t'ja dorëzojmë jetën tonë vullnetit të tij, për të punuar për një kishë më të mirë, për një kishë më të shenjtë, për një botë, për një shoqëri më të mirë, për një shoqëri më të shenjtë, e mbi të gjitha që ndërmjetësia e Zojës bekume ta sjellë paqen dhe bekimin në botën mbar. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, patet mundësinë të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e së kremtës së lajmërimit të Zotit. Me ju ishin Artaja Shari, Erlinda Ukaj, Daniel Ukaj, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Marian Uka. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.